Nderuar miqtë, Veriu Sport ju përshëndes drejt për së drejti nga tribuna qendrore e stadiumit Arena Kombëtare në kryeqytet, vetëm pas pak çaste se nis super sfida. Vllaznia Dinamo është ndeshja e parë startuese e finaleve, është faza finale dhe sot Vllaznia luan takimin e parë dhe më pas do të luaj me Egnadion dhe në fund me Elbasanin. Kam përzgjedhur në këtë prandeshje të kem pranë mikrofonit një emër të spikatur të televizionit shqiptar, është kolegu im i nderuar Alban Hasani, që transmeton me shumë pasion ndeshjet e Superligës. Ato që ja kanë dëgjuar zërin gjatë transmetimit, por ja kanë parë gjatë intervistave. Ky është Alban Hasani. Përshëndetje Gasper, faleminderit, kënaqësi të jem gjithmonë në intervista dhe në lidhje me ju. Atmosferë entuziaste. Stadiumi duket se po mbushet pak nga pak, por tifozëria shkodane si gjithmonë dominon. Si gjithmonë atë është kënaqësi gjithmonë të jesh prezent në takime të tilla aq më tepër që luan fatet e kampionatit dhe një vllaznie e cila sërish është aty konkurruese së bashku me skuadrën e Dinamos. Do të shohim një Vllaznia Dinamo apo një Dinamo Vllaznia që pam edhe sezonin e kaluar ku pam futboll pavarësisht se shoqërohen her pas here ndeshjet me polemika, por kjo është e bukur e futbollit dhe rivaliteti. Padyshim bukurinë e jep tifozëria shkodrane. Unë nuk them sot, por e kam thënë ose ndoshta në këtë Final Four Elbasani dhe Vllaznia veç diferencës nga ndër pikët kanë një avantazh se do të kenë mbështetje më të madhe të tifozëve. Nuk kanë munguar kuqeblut asnjëherë në mbështetje të skuadrës shkodrane. Jo sot që luhet kryeqytet në Albania është Final Four, por gjithmonë kanë qenë support dhe kjo është një tjetër bukuri që ka Vllaznia, përveç asaj që ne kemi parë në fushë, ka dhe bukurinë e tifozëve. Alban jemi drejt për drejt, Alban sepse këto gjëra ndodhin live. Padyshim. Vazhdojmë transmetimin drejt për drejt me Veriu Sport në pragdeshjen Vllaznia Dinamo. Dinamo vjen si fituese e Kupës së Shqipërisë, vetëm pak ditë më parë e fitoi trofeun këtu në këtë stadium. Sa ndikon kjo në atmosferën psikologjike apo ndoshta edhe ndonjë sforcim fizik? Dinamo ka treguar gjithmonë, mos harrojmë edhe sezonin e kaluar që në momentin që kanë ardhur sfidat vendimtare ka bërë një paraqitje krejt tjetër, ndoshta nga ato oscilacionet e kampionatit do të thosha. Por ka entuziazëm për trofeun, për atë që vjen në këtë ndeshje, por ka shumë mungesa. Ku mbi të gjitha sot Ilir Daja do të jetë në tribunë, sot mungon Kevin Qefalia, sot mungon Aldo Teqa, gjithashtu mungesat e Devi Bregut janë të konsiderueshme për një skuadër e cila i ka pasur element shumë cilësor, jo vetëm tek finalja, pjesë e rëndësishme, por edhe për pjesën ndërmuese të kampionatit. Vjen shumë e cunguar Dinamo sot, ka entuziazëm, por vjen e cunguar. Gjithsesi, kur janë ndeshje të tilla, kur çdo që hyn në fushën e lojës, ka shesi mundësi të artë për të dhënë më të mirën, për të shfaqur vetët, pasi vëmendja normalisht sot është shumë herë më e madhe se sa gjatë ndeshjeve të kampionatit. Fat mungon Teqa, me vërtet një emër spikator i portës e Dinamos, por zëvendëson një shkodran i talentuar si Thomas Kiri, i cili po bën mjaft të mirë. Po, e vërtet, është për të përshëndetur Kiri. Unë e kisha parë më herët se ky sezon, më kishte pëlqyer. Është një djalë i cili gjithmonë ka ardhur në rritje dhe në finalin e kupës ishte një djalë që përveç punës që e kreu si duhet në ato detyra që kishte, por më pëlqeu personaliteti që ai tregoi në një ndeshje decisive, në një ndeshje ku ishte finalja e kupës. Ja dhe presidenti i Elbasanit. Fitof më i miri sot. Fitof më i miri, duket se pret sfidën e 31 majit Vllaznia Elbasani. Për sukses të dy. Këtë si, do të thotë sa po pam kaloi edhe presidenti i Vllaznisë Elvan Xhaferi, i shoqëruar nga presidenti i Dinamos, bardhit të cilët i afrojnë ballafaqimit. Kundërshtar në fushë, por miq jashtë fushës. Padyshim, gjithmonë fair play ka ekzistuar në nivele të larta edhe mes lojtarëve, pavarësisht se zënkat janë momentale të fushës. Alban, Dinamo, Egnadia dhe Elbasani, cila për këtyre skuadrave mendoni se është rivala kryesore? Natyrisht se Elbasani është ai në pamje të parë, por të gjithë janë përgatitur për një finale Vllaznia Elbasani. Janë llogarit nuk mund bëhen, çdo ndeshje ka ndikimin e vet, çdo barazim
çdo fitore apo çdo humbje gjithçka ndikon. Mund ta bashkohesh live tek Veriu Sport. Shkota dhe Alban Bushi, do ta bëjmë Jo, do të japun mikrofonin dhe mund ta pyesësh për këtë ndeshje. Alban, faleminderit.